Një aksident me bilans tragjik është shënuar në autostradën Tiranë-Durrës në orët e para të mëngjesit ditën e sotme. 2 automjete tip Benz janë përplasur kokë më kokë në afërsi të mbikalimit të Suktit duke shkaktuar 4 viktima, konkretisht 3 vajza dhe 1 djalë. Ngjarja u shënua rreth orës 4:15 të mëngjesit, kur lëvizja në sens të kundërt me shpejtësi marramense një mjeti tip Benz me targa AA 979 GV të drejtuar nga 36 vjeçari dashnor Deli Allisi, banues në Durrës, ka shkaktuar përplasjen e fuqishme të tij me një tjetër automjet tip Benz A-Klas me targa AA 694 IL ku udhëtonin 3 vajza. Të 4 të përfshirët në aksident kanë humbur jetën menjëherë për shkak të dëmtimeve të rënda. Sipas policisë, viktimat janë dashnor Deli Allisi 36 vjeç, Izabela Gega 33 vjeçe, drejtuesja e mjetit tjetër, Elona Xhuti 34 vjeçe nga Korça por banuese në Tiranë, dhe Greta Sherifi 23 vjeçe nga Saranda me banim po ashtu në Tiranë. 36 vjeçari Deli Allisi, babai 2 fëmijëve, jetonte prej kohësh emigrant në Itali. Si një pirat rrugë, 36 vjeçari ka hyrë në sensin e kundërt të autostradës në zonën e Suktit, duke marrë drejtimin drejt Tiranës me një shpejtësi që sipas policisë shkonte në rreth 150 km/h. Sipas burimeve, dyshohet se i riu ka qenë nën efektin e alkoolit. Ndërkohë, nga krahu tjetër, nga Tirana, ishin nisur me destinacion Greqinë 3 vajzat. Makina drejtohej nga 33 vjeçaria Izabela, e cila jetonte prej vitesh në shtetin Helen, ku ndodhet edhe familja e saj. Kohët e fundit, 33 vjeçaria qëndronte te halla e saj në Tiranë, të cilën e kishte njoftuar se do nisej për në Greqi së bashku me 2 shoqet. Makina ku udhëtonin vajzat u përplas në mënyrë fatale me mjetin e Deli Allisit në një zonë ku karrexhata e rrugës është zgjeruar nga një subjekt privat. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se në momentin që ka ndodhur përplasja, neonet e ndriçimit nuk kanë qenë të ndezura, çka kufizon fushpamjen. Kjo vështirësi është hasur edhe nga policia kur ka mbërritur në vend ngjarje. Është dashur rreth 1 ore gjysmë që policia të nxirrte trupat e viktimave nga automjetet, ndërsa për ndriçim ka përdorur dritat e mjeteve të policisë dhe të zjarrfikseve të mbërritura gjithashtu aty. Një tjetër problem është sinjalistika rrugore me mangësi në vendin ku ndodhi aksidenti. Fuqia e madhe e përplasjes ka qenë e dukshme në vendin e ngjarjes, ku duken copa të makinave apo edhe sendet personale që kanë dalë nga mjetet. Si pasojë e dëmtimeve të shumta trupore, edhe identifikimi i viktimave ka qenë i vështirë. E fundit e identifikuar ka qenë Elona Xhuti, nënë e një fëmije. Trupat e viktimave ju nënshtruan ekspertizës mjekoligjore në morgun e Durrësit, ndërsa vijojnë hetimet për ngjarjen, një nga aksidentet më të rënda të ndodhura në vendin tonë.